shkruan Ylli Pata. Sipas figurës stilistike të Edi Ramës që e ka përdorur rëndom prej 2 vitesh tashmë, drejtësia e re Fëmia i ri i shtetit të lindur prej vullnetit mazhorancës e ka plagosur në shumë vende mazhorancën. Po sipas Ramës, kjo ka qenë kosto i një procesi shtetformues, një lloj modeli për të treguar se eksperimentet i bëjnë në trupin e vet. Megjithatë, realiteti është për te metaforave apo edhe stilistikës. Drejtësia e re përkatësisht SPAK ka një eskort politike luxury që do thotë SBA dhe BE që i ka lejuar të lëvizin fort për ta bërë plagosjen e mazhorancës letale vdekje prurse. Në shkurt pak muaj para zgjedhjeve parlamentare arrestoi në zyrë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, të cilin e ka mbyllur brenda në paraburgim duke e trajtuar si peng, e pas 11 majit hodhi bombën tjetër të madhe ku ka hapur një grop në mazhorancë. Ato të shpalljes si të pandehur të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, të cilën ka tentuar ta shkarkojë nga funksioni, ka kërkuar të arrestojë, e në publik ka hedhur një sasi masive municioni për ta denigruar. Në 2025, ajo që Edi Rama e quan fëmia më europian i socialistëve drejtësiere, e ka qelluar 2 herë afër zemrës trupin e mazhorancës. Synimi nuk ka dyshim që është rrëzimi i trupit të këtij përbindshi politik, për të cilin është i shokuar çdo faktor ndërkombëtar që ka lidhje me Shqipërinë apo merret me të. Nëse dikush e mban mend samitin e BE-s në Tiranë pas zgjedhjeve të 11 majit, përkatësisht më 15 maj, skena më epike është kur kancelari i ri gjerman Friedrich Merz i drejtoi 4 gishtat e Ramës si përkthimi i mandatit të 4. Pas asaj 4 të njeriut më të fuqishëm të Europës, shpërthyen teoritë e fantazit. 4 mandate ti, por e si ja bën? Je në metro ti me 4 mandate ku të çon mushka? Edhe në qofshin thjesht prodhim fantazie, pyetjet për 4-ën, Edi Ramës ja kanë bërë të gjitha mediat e rëndësishme që e kanë intervistuar. Përgjigjja ka qenë pikërisht drejtësia, reforma që ka sjellë një revolucion real dhe të vërtet pas rrëzimit të komunizmit, të cilin edhe pjesëmarrësit e idealeve të dhjetorit e quajnë një lloj pallati. Nuk ka një rast tjetër ku një institucion formues të godas kaq fort krijuesin e vet. E kjo goditje nuk ka qenë hapje hetimesh, procese të hapura e një odise gjyqesh ku politikanët e mazhorancës të përballen me akuzat zyrtare të SPAK-ut. Jo, kanë qenë masa ekstreme, arreste me burg, regjimi fort dhe i mbyllur në paraburgosje. Situatjo e barabartë në aksesin e dokumenteve mbi të gjitha një proces publik denigrimi. Jemi prej shkurtit të këtij viti e deri më sot kur mazhoranca është në rrethim nga SPAK-u i Altin Dumanit. Përballë kësaj situate, mazhoranca ka fituar zgjedhjet parlamentare pa hedhur asnjë katapult me zif të nxehtë kundër organit që e lindi, përveç disa shigjetave të shkurtra në kohë të caktuara. Ndërkohë që pas sulmit të fundit përkatësisht rastit Balluku, mazhoranca hapi betejën me SPAK-un duke e dërguar në kushtetuese. Por SPAK tentoi të mbyll betejën brenda vitit duke hapur fantazmagorinë e akshit, ku bashkë me ramët e kompjuterave llogaritën edhe milionët e çokoladave apo me tenderet e softwareve, qindra mijëra euro të verrave të shtrenjta. Ku apartamentet psojnë një lëvizje numrash më keq se në krizën e 2008-s në Wall Street dhe parat në bankat e huaja lëvrizin si ari John Matchgold në vitin 92. Së paku deri në Krishtlindje nga kjo betejë palët mbahen në këmbë, por betejë e fortë pritet pas gjelit të detit. Ta mendosh, nuk ishte kota i deliri në panelet e panumërta që thonin se Rama nuk e ha dot gjelin e detit. Betejë që u kthye në epike, po në 2026 ka gjasat marrë për masa dramatike.